Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska magjike me patate që largon në rrudhat dhe zbardh fytyrën tuaj menjëherë. Janë një varg produktesh të cilat ju ndihmojnë të largoni shenja dhe pavarësisht sado efektive të jenë, është e rëndësishme të dini se në këto produkte ka shumë kimikate që i bëjnë dëm shëndetit tuaj. Andaj këtu do t'ju tregojmë 2 maska që përbërësin kryesor e kanë pataten, e cila ju ndihmon të largoni të gjitha shenjat nga fytyra juaj dhe që e bën lëkurën tuaj të shkëlqejë. Maska me patate dhe gjithashtu me limon. Ju duhet një patate, lëngu i një gjysmë limoni. Si ta përgatisni? Duhet që ta shtypni patate dhe më pas të shtoni lëngun e limonit dhe ta përzieni atë derisa të bëhet një masë e fortë e një trajtshme. Si ta përdorni? Këtë maskë vendoseni në fytyrë duke bërë kështu lëvizje rrethore. Lëreni të qëndrojë për 20 minuta dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Maska me patate dhe trangull. Ju duhet një patate, gjysmë trangulli. Si ta përgatisni? Vendoseni pataten dhe trangullin në blender dhe përzieni mirë derisa të krijohet një masë e një trajtshme. Si ta përdorni? Vendoseni këtë maskë në fytyrë duke bërë lëvizje masazhuese rrethore dhe lëreni të qëndrojë për 25 minuta dhe më pas pastrojeni fytyrën me shumë ujë. Kosti është shumë i pasur me kalcium, proteina, vitamin D dhe probiotik dhe nuk ka dyshim se ai siguron një pak përfitime për organizmin tuaj. Por a e dini se mund të jetë gjithashtu një përbërës i cili mund të bëjë mrekulli edhe për lëkurën tuaj. Kur aplikohet në lëkurë, një maskë me bazë kosi mund të ndriçojë dhe të eksfoliojë lëkurën tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë një maskë e cila lehtëson ndikjen nga dielli dhe gjithashtu ndriçon lëkurën, e hidraton dhe largon rrudhat. Këto janë disa përbërës të ndryshëm, por me bazë kosin për të trajtuar probleme të ndryshme shëndetësore. Për të hidratuar lëkurën, ju mund të ringjallni fytyrën tuaj të cilës i ka rënë çehra duke aplikuar direkt kos mbi lëkurën tuaj. Siguroni që të aplikoni një shtresë të trashë në lëkurë dhe ta përsërisni maskën 2 deri në 3 herë në javë për të patur lëkurë të butë si të një bebi. Maskën mbajini për 10 minuta. Mos harroni që ta përhapni dhe në qafë kosin. Më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Për të eksfoliuar lëkurën. Në qoftë se ju kombinoni kos me përbërës të tjerë, ju mundet që të bëni një pastë të butë për të hequr qafe, qelizat e vdekura të lëkurës. Kosi gjithashtu do të ndihmojë për të ushqyer lëkurën. Përbërësit për këtë maskë janë 2 lugë gjelle kos dhe 1 lugë gjelle me tërshër. Përzieni së bashku këta 2 përbërës dhe aplikojeni maskën e përftuar në lëkurë duke masazhuar me lëvizje rrethore. Për të ndriçuar lëkurën, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lule shtrydhe të pjekura, 1 lugë mjalt dhe 1 lugë kos. Përgatitja: shtrydhni lule shtrydhe dhe më pas shtoni mjaltin dhe kosin e pjekur. Aplikoni në lëkurë dhe masazhoni lehtë fytyrën. Lëreni për 15 minuta dhe më pas shpëlajini atë me ujë të ngrohtë. Pasi lëkura juaj të jetë larë plotësisht nga mbetjet e maskës, shpëlajini me ujë të ftohtë në mënyrë që të mbyllni poret. Kujdesi për fytyrën është një pjesë shumë e rëndësishme e ritualit të mirëmbajtjes për çdo femër, por jo më pak të përjashtuar duhet të ndihen edhe meshkujt. Edhe pse në artikuj tanë ne ju rikujtojmë her pas here
rëndësinë e kurimit të lëkurës, e cila duhet të nisë që me ushqyerjen e shëndetshme, përdorimin e kremrave të duhur që i përshtaten pH-it të lëkurës tuaj, kremi kundër diellit e të tjerë. Mënyra më e mirë për të përgatitur lëkurën para sezonit të verës është duke përgatitur maska 100% natyrale si këto që ne do t'ju prezantojmë në vijim. Maska me kanellë, sodë buke, mjaltë dhe limon për të eliminuar qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj sodë buke, 1 lugë çaj kanellë, 1 gjysmë limoni i shtrydhur dhe 5 lugë çaj mjaltë. Përzijeni të gjithë përbërësit së bashku derisa të formohet një masë homogjene. Vendoseni atë mbi fytyrë dhe lëreni që të veprojë për plot 15 minuta. Më pas, shpëlajeni me ujë të ftohtë. Kanella ka në përmbajtjen e saj përbërje me veti anti-inflamatore që parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe gjithashtu ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe poreve të bllokuara. Ndërkaq, mjalti ka efekt antioksidues dhe i jep butësi fytyrës tuaj. Maska me sodë buke dhe qumësht. Kjo maskë është një ndër maskat më të shpeshta të verës pasi ka veti hidratuese dhe gjithashtu ajo shërben për të qetësuar lëkurën pas ekspozimit të parë në diell. Në një enë ju duhet që të shtoni 2 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë gjelle me qumësht. Përzijeni të gjithë përbërësit derisa të formohet një maskë. Më pas, me ndihmën e sfungjerit të butë përhapeni atë në lëkurën e fytyrës e cila duhet që të jetë paraprakisht e njomur. Lëreni mbi fytyrë për 30 minuta dhe shpëlajeni me ujë të bollshëm. Kjo maskë i rikthen elasticitetin e munguar lëkurës falë sasisë së lartë të mineraleve dhe vitaminave që përmban qumshti, të cilat po ashtu ndihmojnë edhe në shtimin e prodhimit të kolagjenit. Nga ana tjetër ju mund të përdorni edhe maskën me karrotë, e cila është ideale për lëkurat e yndyrshme. Nëse keni një lëkurë të yndyrshme dhe doni një lëkurë sa më të butë dhe të lëmuar, maska me karrota ju vjen juve sigurisht në ndihmë, e cila është më e mira për ju. Për të realizuar këtë maskë mundet të gjenden në shtëpinë e gjithsecilit të gjithë përbërësit. Përveç kësaj, duhet të pini sa më shumë ujë, duhet që të mbani një regjim të mirë të përkujdesjes ndaj lëkurës për të siguruar një hidratim edhe më të plotë. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë miell, 1 e bardhë veze, 1 lugë gjelle karrotë. Përgatitja. Pasi t'i hiqni lëkurën, ngrijini karrotën në rende, e hidhni atë në një tas dhe më pas i shtoni të bardhën e vezës dhe miellin për ta trashur. Nëse shihni se maska nuk ka marrë formën e duhur të kremit të nevojshëm, shtojeni pak ujë dhe aplikojeni atë në lëkurë. Lëreni që të veprojë për 20 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.